të e besu Zotin, ne e njohim edhe vetë. I likështi nuk falë. A i knaqët. Likështia ti rritët në ato mendimet e arta. Kur e kuptojmë që jemi pjek me të vërtetë si persona? Alkoholi, kur që aty për aty e mbulon, po s'mundesh me të kalu problem. Nga ku bëra në urrejtje? Dashuria ndërsjellë. Ajo është u varfëru. Se gjendja sot është ma keq se para luftës. Pra, shikues dashur, mos harroni ta gjeni balancën në mes trupit dhe shpirtit, për shkak se kështu e gjeni dhe harmoninë me veten. Fillova me këtë mesazh për shkak se e kam një mjektimin, një doktor, nutricist, Agron Recepin. Faleminderit fakt se pranove me si në pjesë e emisionit. Faleminderit për ftesën, sigurisht është kënaqësi të jem mysafiri juaj. Të ushqyret të bën dëmshëm, a është ushqimi i gabueshëm që ne Dëgjoj, të ushqyret është proces që ti nëse do me vazhdu një jetë shëndetshme, je i obliguar, s'ke çare pa ushqy. Mirë po gabimin e ushqim mund të na bjen problemet në shëndet. Për shembull, në bazë njohurive të deri tanishme të nutricionistikës janë disa raporte, proporcione caktume mes makronutrientëve që duhet marrë brenda ditës. Karbohidrate, proteina, yndyrna. Uji është gjithsesi ai ku mbi të jetojnë mikronutrientët, është sasia që nuk duhet të lojë me ujin. Valla s'pun pijet ujin. Duhet mu hidratu, se nëse nuk kemi edhe ujin e dëmshëm, dok? Po nëse pin tepër. Urna? A kemi edhe ujin e dëmshëm për shkak të pH-sin po ndodhin? Po tash këto janë që duhet me dhënë përgjigje institucionet të ndryshme të cilat e bajnë analizën e ujit. Mirë po, unë kam fjalën tek hidratimi. Nëse nuk bëhet hidratimi i duhur, probleme do të kemë. E puna e detoksifikimit do t'i bie mëlçis. Ndërkaq detoksifikimi i organizmit bëhet mes 4 rrugëve: jashtëqitja, urinimi, djersitja, mëlçia. Nëse hidratosh si duhet, këto 3 rrugë e marrin rolin kryesor në detoksifikim. Nuk ke hidratim si duhet, i bie mëlçis. Zvoglohen proceset metabolike, keme pas probleme me kokëdhimbje, me probleme intelektuale, se mbi 85% të trurit, qelizat e trurit janë ujë. Pastaj, aty tek makronutrientët që përmendëm, duhet mu respektu raportin mes tyne. Dalin disa dieta të tmerrshme, vetëm proteina, ha me hum pesh, jo bre nuk është e në rregull. Se ato zbërthimi proteinave liron shumë toksina. Prandaj, në këshillat nutritive shkohet 50-55% karbohidrate, në rastet e zakonshme. Te sportistat mund të shkojnë më shumë. Yndyrna shkojnë 20-30%, proteina shkojnë 15-20%, mund të shkojnë 25%. Edhe kjo proteina, dim se shumë beta nuk din të përdorin si duhet, nuk din të menaxhojnë marrjen e tyre, mendoj se proteinat kanë me të frynë masë muskulare. Organizmi merr aq sa ka nevojë për proteina, tepëricën ta largon, i angazhon vesht me largu, nëse nuk largohet sasia e tepërt, deponohet masë diamore. Për këtë arsye nuk do të mashtru që të marrim sa më shumë proteina. Një sportist ka nevojë 0.8 deri 1 gram për kilogram pesh trupit. Sportistat shkojnë 1.2, 1.4, 1.6, varësisht prej sportit. Në ndërtim trupit shkojnë 1.8, 2, disa shkojnë edhe 2.2 gram për kilogram pesh trupit. Edhe tek fëmijët do të më shkojnë vlera, në këto vlera, pra 1.8, 2 gram për kilogram pesh trupit, që janë në fazën e rritjes së zhvillimit. Po jo ma tepër. Jo të shkohet të abuzohet me to si mundesh me pas probleme. Apo me yndyrna. Mirë, ushqimet që janë të yndyrshme mund të jenë edhe të shishme. Po jo të shëndetshme, sidomos ato që janë të pasura me yndyrna me origjinë shtazore. Prandaj duhet pasur kujdes përdoren yndyrna të shëndetshme, cilat janë ato për shembull nga arra, e kemi vaj farëzez, vaj ullirit që është shumë i mirë. Gjitha këto ndihmojnë, bën që truri të funksionon si duhet, mirë bën end të gjakut, punon zemra si duhet, të largohet rreziku prej një ateroskleroze të mundshme. Tash ateroskleroza vjen shumë po ushqemi me ushqimet lloj të fast foodit. Ka plot yndyrna. Dhe tash kur të mbushet organizmi me yndyrna, ne jemi dëshmitar se tërë jeta jonë është stres. Jemi të ngarkuar me streset shumta. Tash aty formon disa radikale të lira në organizëm, të cilat bëjnë oksidimin e këtyre yndyrnave, e kur të oksidojnë këto yndyrna fitojnë aftësinë e ngjitjes në muret e anëve të gjakut.
Edhe çka bëhet vjet deri te ngushtimi i lumenit, i hyrjes së enës së gjakut. Për këtë arsye duhet shmang këto, duhet përdor ushqime të shëndetshme, çajra të shëndetshëm, edhe të bëjmë aktivitet fizik si duhet. A se kem ajet kuranor, hani, pini, mos e teprani, 15 shekuj më herët. Unë me sa e di në një, nga, s'më kujtohet në cilën piramid, ka qenë një mbishkrim, në 1/3 e ushqimit që ke hangër, ke mujti me jetu si duhet. Në 2/3 tjera ka jetu mjekujt. Se ke tepru me ushqim, ke pas probleme shëndetësore, edhe ka qenë domosdoshme me shku me bë kontrollat e mjeku. Ndërka që është një skicë, më duket e yoga, të budista, s'më kujtohet, është kur njeriu është përpara i ulur, mrapa e ka një sasi të ushqimit. Edhe thotë, sa të hangësh ma shpejt, kime ndru jetë ma shpejt. Haje ma nga dalë, kime jetu ma gjatë. Po vinte ajo shpreja, hani, pini, mos e teprani. Doki, e përmend edhe fast food në fakt. Fast foodi është me ushqime më të shitura. Pse? Ne flasim se që është e dëmshme, por shitet prapë. Po shitet se, ndërgja, në... A është puna varfërisë për shkak se është me lirë të paraja, si? Ka shumë faktorë që hyjnë aty. Ajo është një ushqim i shpejt. Ne për gjithçka gjejmë kohë këtë jetë dinamike, po jo për një ushqyeshmëri të shëndetshme. Prandaj, hajtë rrugës të marrë një fast food. Tjetra janë kogja të shishme, i bajnë me mesat ndryshme, i bajnë që t'jenë të shishme. Po gjithçka është e shishme, nuk do të thotë që është edhe e shëndetshme. Prandaj duhet pasur kujdes në zgjedhjen e ushqimeve, çka të marrim, çka të ushqemi. Si ushqemi ashtu edhe do të jemi. Ndërkaq mos harrojmë, njeriu përbohet prej komponentës trupore dhe shpirtërore. Nëse këto dy komponente nuk janë rahati njëna me tjetrën, as qenja njeri nuk do të jetë i rahatshëm. Si do, komponenta trupore është një shtëpi ku jeton shpirti. Nëse e ke në rregull trupin, edhe shpirti do të jetë në rregull. Këtë ambient ku jemi këtu na, një ambient shumë i qetë, shumë i mirë, po nëse kishte me qenë jo rrymëtarit, jo ftoft, jo kushtet mira, as kishu mundira. Njëjta gjë është atë shpirti e trupit. Si do të më ra në harmoni në mes të dyja? Kurdo? Si do të më ra në harmoni? Në harmoni, po dëgjatesh, ushqimi, kur është fjala e ushqimit. Përveç ushqimit. Trupi, që tash po tregoj. Ushqimi i zakonshëm nuk është ushqimi i shpirtit. Ushqimi i zakonshëm është ushqim për trupin tonë, me mirëmbajt trupin tonë, me mbajt atë vitalitetin, atë freskinë, energjinë, forcën për kryen aktiviteteve tona të përditshme. Ndërkaq, shpirti nuk ushqehet me fast food. Ushqimi vetëm i shpirtit është besimi në Zot. Aja e fisnikron shpirtin. Ne jemi dëshmitar, ju jeni tri, mirë po çdo kur që kalon një moshë, e shef se trupi po plaket, po topsot. Po shpirti nuk plaket kur. Shpirti vetëm fisnikrohet. E kjo është ushqimi i shpirtit. Prandaj nëse dëshirojmë që të kemë një jetë të rahatshme, që jemi të afërt, të kapshëm, pranueshëm për familjen, për familjen e ngushtë radh parë, mandej për atë më të gjerë, për shoqërinë, ne duhet të kushtuar rëndësi që të kemi trup të shëndetshëm, të kultivojmë një shpirt të shëndetshëm, edhe të jemi solidar me njëri tjetrin. Ne jemi në muajin e Ramazanit, është një muaj i mëshirës, është një muaj kur rritet ndjeshmëria ndaj njëri tjetrit. Pse të ndalemi veç në këtë muaj me ato ndjeshmëri? Na duhet me ndi njëri tjetrin edhe jashtë këtij muaji. Na duhet i kushtojmë rëndësi marrjes së ushqimit edhe jashtë këtij muaji. Na duhet të kushtuar rëndësi ushqimit shpirtëror edhe jashtë këtij muaji. Nëse këtë e realizojmë, e kjo realizohet në agjërim, në Ramazan, obligimi i agjërimit është, mendoj prej gjitha obligimeve tjera, është ai vetmi që i ka këta tre faktorë. Ndikon komponentën e shpirtit, pastaj kur të ngritet komponenta e shpirtit, ajo kontrollon edhe komponentën e trupit. Kur këto janë në rregull, ne do të solidarizohemi me të afërmit tonë, me ata që si kanë mundësi të komendit sa mirë, do më thënë këta tre faktorë, na bëjnë që na të mirëmbajnë atë mirëqenien biopsikosociale. Do më thënë një shëndet i plot i njeriut, në kupton kur jenë në rregull nga aspekti psiqik, fizik, po dhe nga aspekti social.
E përmend harmoninë e shpirtit, në fakt, sot gjenerata e re nuk kanë shumë harmoni brenda shpirtit. Vret edhe tek numrat e spitaleve. Ndikojnë edhe shoqëria përveç besimit, ndoshta të dob me Zotin, ndikon edhe shoqëria rrethi, cilën ne nuk flasim. Është një thënie profetike. Edukimi i fëmijës bëhet 20 vite para se me lindë. Do të thonë prindi i tij duhet të jetë i edukuar. Si nga aspekti i ushqimit, po edhe nga aspekti i marrëdhënieve sociale të tjera, po edhe nga aspekti shpirtëror. Ajo është që prindi ka ndikim tek ndërtimi i fëmijës, kur ndërtohet arrin një moshë ai që ka drejtimin e vet. Po nëse e lën fëmijën me tu edukuar në rrugë, sigurisht se gjasat janë shumë të vogla që të gjenë atë rrugën e drejtë. E sidomos nëse veç nuk të i kalon shumë vështirësi, shumë vujtje në jetë. Pse në bazë vujtjeve në të gjejmë rrugën e drejtë? Kur kena mundësi pa i të i kalum, të i hjekëm, të i largojmë ato vujtje, vazhdojmë rrugën e drejtë, mos të lëshojmë, mos të shkojmë në atë gjendje që një problem të na bën me mendu me gjetë rrugën e drejtë. Hajde para se me të ardha i problem, gjetë rrugën e drejtë, ana shkalohet problemi krejt. Prandaj, edhe mediat, edhe dinamika e jetës ka bë që pak rinia të rrezikohet në dalë prej vijave të duhura. Kur ma shumë s'ka pas nga aspekti ekonomik, po kur ma pak s'ka pas nga aspekti shpirtëror, dashuria ndërsjellë. Ajo është u varfëru. Pasuri ka, jam prej Zotit parë, pasuri, po ka mundësi me fitu. Mirë po, të kemi kujdes shpirtin, mos të humbim. Ajo është shumë e rëndësishme. Janë 4 lloj njerëzve. Një është grupi i parë që Zoti ju ka dhënë edhe dije dhe pasuri. Këtë pasurinë që ka mundohet me shpenzu, me fitu kënaqësinë e krijuesit të tij, pse beson në shpirt, në zemër, me trup, me këtë qenien e tij. Grupi i dytë është kur ka dije, po s'ka pasuri. Edhe ky në vetë lakmon thotë, "Ah, te kisha pas atë pasuri, edhe ne kisha me kontribu sikur ky, sikur ai tjetri." Ky do të shpërblet në bazë qëllimit të krijuesit të tij. Grupi i tretë është që ka pasuri me ballëk, s'ka dije fare. Tash dije, unë s'po thënë, e ka fjalën të dija në aspektin shpirtëror, ku e din ku mu lidh me drejtu shpirtin tënd. Sa ai dije pa dije se ka bërë pasuni. Mirë po, atë pasunin shumë të raste e shpenzohet vend pa vend, po jo për hir të Zotit. Jo me ndihmu vllaun tjetër. Po i ndihmon, nëse ka një 10 kamera aty mu pa që po i ndihmon dikë. Po jo tamam për hir të Zotit me ndihmu. Apo shkojnë shpenzohen vende pa vend, tash mos ty uçka. Edhe grupi i katërt është ai që s'ka as pasuri, as dije. Ky e lakmon thot, atë kisha pas pasuri sikur ky, edhe unë kisha bë, kisha ble këta, kisha bë këta. Tash nëse këto i reduktojmë, mund të vrejmë se këto mund të reduktojnë në 2 grupe. Grupi që ka dije dhe ai që s'ka dije. Ku jemi ne si popull? Grupi uzum dhe grupi pa uzum. Po nëse shkon premto i shef xhamiat plot të mushët zemra, plot kënaqësi se ka plot rini, nuk është më ai xhamati para luftës, mosha 70 vjeçare tuti. Ki plot rini, kamra, ky popull kamra, e ka besimin e vet mbrana. Pra ata Zoti se ka humb me 1000 vite ne kemi qenë trobru. Pa e pas një udhëheqje të mirëfillt, një shtet të mirëfillt, me shejkujt tanë kam fjalën, cila ndihmon në kultivimin e rinisë son. Mirë po, mendoj që nuk jem keq. Edhe pse në media dalin disa zëra jo fort, jo të mirë, po të pakt, po e ndryshon shumë, edhe fatkeqësisht po kanë hapësirë me shprehja të mlefin e tyne, që nuk është në rregull. Sa i mlef nuk ka të bëj me kombëtarën tonë. Ne jemi një popull që jetoj me 2 fe, pa i përmend ato degëzime tjera, për gjithmonë në harmoni. Se cilë ka drejtimin e vetë. Ne kemi 3 lloj vllaznish. E ki vllaun që ta ka baba e nana, gjakut e ki vllaun e kombit, e ki vllaun e fesë. Këto 2 të parat Zotit i ka përcaktuar, s'është vullneti yt. Atë kam këta, baba ata, jo. Atë jam shqiptar, atë jam angleza, gjerman, jo. Ata Zotit ta ka caktuar, ti t'jesh shqiptar, t'jesh i këtyre pritve. Po besimin e ke zgjedhur.
Nëse është zgjedhja jemja, besimi është personalisht e jemja. Që do të thotë, unë nuk, as pak nuk ndikoj besimin të, ti beson çka të dush e ke për veti, po unë e kam për veti. Po është qëllimi që mos të lëndojmë një tjetër, se atëra të besim të ki të kundshëm, çka po beson. Nëse beson në Zot, çfarë do feje që t'jesh, nuk të predikohet me urrejt tjetrin asnjë mënyrë. Urrejtja është një produkt jo fort i mirë që ta dëm të trurit. Prandaj të kemi kujdes se ata që propagandojnë urrejtjen ndaj tjetrit, se i përket një feje tjetër, vallaj, do të më kështu se ku e ka gjendë, kush e furnizon, kush e financon atë person. Unë kam lexuar me një vend miliona euro IPën prej armiqve tonë, veç me mbjell ndjenjen popull se gjendja sot është më keq se para luftës. Veç me mbjell këtë ndjenje, valla sot është më keq se para luftës. Valla nuk është kur më keq. Jo, më mirë shumë. Ki këtë njerëz të tu, s'ki frikë, shko ka të dush. Jo punkte një mas njëve me të maltretuar, me të bë probleme. Je i lirë. Një vend, unë zbesoj që unë është me gjithë shumë vende në botë që kanë liri çfarë ka në Kosovë. Del fëmiju, dalin gratë, femrat, dalin kush do qoftë, në çdo, në 24 orëve, në çdo kohë mund është me dalë, për asë kujtë sjekës. Gjema një vend që ka këto. Të pak t'i ki. Prandaj nuk muj me thonë se sot është më keq se para luftës në asnjë mënyrë. Këtë mund ta thonë veç ata që të pagum me mbjell urrejtje në shtyp përqamjen po. Pak dole më në politikë që sot këtë që lëmbje Ku bëran nga kush ose nga ku bëran urrejtje? Urrejtje, po kjo është një lloj emocioni, më shumë kisha me thonë, është një gjendje psiqike, mbrojtëse, në shumë tërë në rasteve, kur jemi të kërcënuar prej dikujt, kur jemi të diskriminuar, është s'ki të vjen urrejtja ndaj atij personi. Po mund të jetë politike, kur mbjell urrejtje ndaj një grupacioni tjetër, me bati një grup tjetër politik, një grup çfarë do qoftaj, çfarë do baze le të ndërtohet, racista, çfarë do baze, mbjell urrejtje ndaj grupit tjetër. Kjo mund të jetë politike. Mirë po, në këtë politikën po e dajmë se këtu do të mirën organe tjera, po sa i përket asaj urrejtjes që nga frika, nga kërcënimi, do ta menaxhojmë. Se ajo është njerëzore. Njerëzore është të lajmëruar urrejtja. Po nuk do ta teprojmë. Prandaj do të kontrollu. Si kontrollohet kjo? Do të kontrollu vetveten tënde. Emocionet tua do të kontrollu. Se në emocione ki edhe urrejtjen, ki edhe gjana tjera, ki edhe frikën, ki edhe anktin, ki edhe depresionin, po duhet të ushqemi si duhet, i kushtojmë rëndësi, mos të ngarkohet organizmi me keq ushqyeshmëri, e cila ka ndikuar në problemet e sekretimit të neurotransmiterëve të ndryshëm. Bëjmë aktivitete fizike si duhet, të mirëmi me punët tua, të mësojna, ta ka vënë një padrejtësi. Fale bre, fale se nëse del hak mirë çka ke bë. E që ke ngarku veten më shumë, e ke shtuar një hall të problemit më shumë. Po nëse hjek dorë, e lën, kush fal? Ai që ka zemër fal. Ai që ka shpirt fal. Frikacaku as nuk të fal, as nuk të hak mirë. Të vjerë. Budallat hak mirët, po njeri mençëm fal. Dënimet i kryen tjetër kush, na s'kemi çka mirë me dënime. Të ka bë dëm, të kalohet. A na mungon edhe komunikimi? Për shkak nëse ti më bën dëm mu, unë kërkoj me hapësirë me fol me ty ndoshta ti s'm jep. Qyr tash nëse unë ty të bëj dëm, ti po kërkon me hapësirë, ti po kërkon bisedë me mua, po tash me mua te unë është problemi. Te ti s'është. Se unë që po të bëj ty dëm, unë kam problem. Unë do të vetisona që me lyp me ty me biseduar me tonë më fal se unë e shaka. Po kjo është një nivel shumë i lartë i njerëzve cilët e bajnë. Po ata njerëz që e bajnë kët, ai as nuk lëndon. Sa i praktikisht e para ndalon ata që mos me të lëndu ty fare. E mos me pru punën që ty me të kërku falje. Po do të kemi kujdes, kemi bre shumë porosi profetike. Nuk është musliman i mirë, nuk është besimtar i mirë, ai që si do vllaut vetë mirë, ashtu si që do vetës ti. Unë më herët thash që i kem 3 lloj vllazë, nuk do të thotë veç për vllaun që të ka baba nana. Dhe për shqiptarin tjetër.
duja të mirën, po për besimtarin tjetër, duja të mirën që shë atë vetës tane, kur probleme s'kina me pas. Po, pak mirë me ma te, pak egoizmin të është ma te, për po vjen shpreje. Se vjen egoizmi do është ajo... Edhe pra pytin nga borën të pjesa e... Ndërgjë, tek njeri ju, nga aspekti psikologjik, e ke idin, ego, superego. Idi është ajo që të shime bo keq. Për qefit dojtë e bo një shërë, kënaqësh. Në të besimtarët, këto e ki ndikimi i djallit malkum. Ego është ajo që të të mamu se po, që theje që ta. Ego të të, mamu se the se sa shminë. Super ego e që të mësat, nuk bën me thy për këtë arsye. Thash, të dikush bizotron ide, të dikush e ka egon, e ata që janë më të naltit, ata e kanë super egon. Që një mësina i shofin gjanat. Edhe ata shumë rrallë mund bajnë gabime bajmë gjithë, se na jem njerëz, na bajmë gabime, mirë ka fjallën gabime të mëdha, ata bajnë shumë rrallë. Okej, du me të bëha një pyetje në fakt të loti brenda syrit. Është i mirë nëse lotojmë, po menejmë edhe në shtëpi? Mendoj nga aspekti fiziologjik që del si ljat, si ljang, apo nga aspekti shpirtëror? Po dhe shpirtëror të dyja. Po mirë, nga aspekti fiziologjik është sekret që e mbron e mandë lagështinë e kokërdhokut synit, pa ata nuk bën se thatë, s'mundesh me pa ki problemet shumë, ta i lufton infeksionet, është i pastër, nuk të bakteret brenda mund zhvillu. Ndërka që nga aspekti psiqik, loti kur të del, ajo është mëshirë e Zotit. Kujtohet një historie e dërguarit tonë, Muhamedit, pasha të Zotit që mbite. Duket kur i ndron jetë Ibrahimi djali, dhe ai qanë, dhe dikush aty afër i thot, ja Resulallah, ti po qanë, ti je pejgamberi i Zotit e po qanë. Thot, loti është mëshira e Zotit. Ata që e mëshira e Zotit, i del loti. Ai që ka zemrën e ngurtë, ai s'qet latish. Okej, e përmene edhe pjesën e faljes, në fakt, është e vetmja ramje që ngrit o sejdja në këtë botë. Po, sejdja. Ndërgjë, nuk ka obligim që Zoti ka ba njeriut të mos jetë në të mirën e njeriut. Marëm obligimi i parë, kushti i parë, me besu Zotin që është një, dhe si dërguar i Zotit është Muhamedi alayhis salam, pasha mëshira Allahut qoftë. Ai që ka këtë në rregull, gjitha tjera kanë me shkuar në rregull. Unë kum pas një pacient, po nalmi këtu të e para, kum pas një mandetat e dyta të namazit, të falja, të sejdja. Kum pas një pacient, edhe merr një rast depresiv, pak. Ishin ngarku me lloj terapish. Mos t'i përmend në çfarë, o merr gjëna. Edhe po e pyet thash si qëndron me besim në Zot? Tha nuk besojnë në Zot. Thash mos ju ndaj terapisë. Ai dikun do të më lidh. Ai që beson në Zot ka mbështetjen më të mirë të mundshme që i lufton gjitha problemet tjera. Tash psikologët në botë preferojnë 5-10 minuta meditim, më liru prej stresit të përditshëm. Na i kemë 5 kohë namaz meditim. Nëse i bëjmë si duhet. Jo turbo namaz, po nëse i bëjmë si duhet me shpirt, me zemër. Kur të bësh me kohë në sejdë, ti pe përkullesh vetëm krijuesit ta. Pe krijon afërsinë më të madhe që një krijesë mund të bëjë me krijuesin e tij. Askujt këtë botë besimtari nuk i përkullet përveç krijuesit të tij. Nga aspekti fiziologjik, nuk ka nyje në trup që nuk të lëviz kur të bësh me kryen sejdë. Përmirësohet qarkullimi i gjakut. Nga aspekti emocional, ki një qetësi shpirtërore. Kur t'jesh me kryen sejdë, kur t'jesh i përkullur para krijuesit tënd, dhe jetu e bë sejdë, aty e ke momentin më të mirë me shpreh gjitha problemet tua, gjitha dëshirat tua. Ajtë më ndërgjan, s'ki nevojë me pas ndërmjetësus, po shkoj të guxoni që ka të bëjë, që ndërmjetëson diçka, jo, guxoni s'ka kur gjë në dorë, ndajteje, apo unë ndajteje. Drejtoju adresës së saktë, ku 24 orë je online me te. Po janë momente ku mas mirë ti, mas afër ti, krijuesit qëndron. Dhe kur lutja jote nuk kthehet mbrapa, kam të plotësu në këtë apo atë formë. E namazi është një prej asaj. Ki një koncentrim të plot. Ki lëvizje trupit, çdo nyje trupit lëviz.
Po çka është më e mira? Meditimi. Ti je bised, po bisedon me krijuesin tënd. Ty shtash me të apo mua dikujt me u dhanë rastin një njerit me bisedu me një kryeministër, me një kryetar, çfarë emocione rroken. Me ka po biseda? Me një kryeministër, mas 3-4 vjetë, mas një vitje, mas një kohë, mas shkurt, largohet, njeri thjesht është edhe. Po kur ty është namaz, ti po bisedo me krijuesin tënd, i cili është i pari pa fillim, i mbrëmi pa mbarim, i cili është i përjetshëm. As ka lind, as është i lindur. Gjithçka është në dorën e tij, është i gjithë mëshirshëm, mëshirplot, i gjithë fuqishëm. Gjithçka është në dorën e tij. Prandaj adresohu aty ku duhet, drejtohu aty ku duhet. Lyp prej atij që duhet. Shkojmë te e treta, agjërimi, e diskutuam. Fenomenal, pastrimi i trupit. Edhe njerëz që janë hiç musliman, po ndonjë agjërimi nuk është obligim veç i muslimanëve. Çdo kulturë, çdo religjion e ka praktikuar, e ka predikuar agjërimin. Forma të ndryshme, po e ka predikuar agjërimin. Zoti s'është mjaftëaq për agjërimin tonë. Na kem nevojë për agjërim. Për adhurim na kem nevojë, për namaz na kem nevojë. Me besu Zotin na kem nevojë. Me pastru pasturinë tonë na kem nevojë. Se po solidarizohesh me tjerë. Të ka dhënë Zoti pasuri. Po jep edhe dikujt tjetër, bon ti ai që jep, se kam të ushtuar e pasuri. Apo haxhi, është një kongres, e ki mundësi mund njoft me shumë njerëz. Na kem nevojë, jo Zoti. Andaj këto nëse zbaton gjitha rënd, na do të jemi ata që do të përfitojmë. Zotin as se plotson, as se mangat. Ai është i plot fuqishëm. Na kem nevojë më plotsu, na kem nevojë me ecë para. Pra të e besu Zotin, ne e njohim edhe vetë. Po sigurisht se po. Nëse se beso Zotin, ti s'mundesh me njohë vetën tënde. Kur e beso Zotin tënd, krijuesin tënd, ti je në aftësi tua ku je. Shumë pak kemi aftësi. Njeriu është shumë i lig. Shumë i dopt është njeriu. A e patëm Covidin. Një virus shumë i panjohshëm deri në atë moment, po një virus shkaktoi vdekjes shumë njerëzve. O Zoti ka kriju në tjetër anën, ka kriju njeriu prapë shumë të fortë. Këtë ushtarët e mundshëm i kin trup që të mbrojnë për çdo problemi. Ushqej si duhet, mbaj si duhet. Ishte Covidi, një vaksinë dhe i ngjallën trupat mbrana, antitrupat me të mbrojtë për atij problemi. Jo që u gjet një ilaç, merre një paracetamol 3 herë në ditë ta heq temperaturën. Jo, po ti ngjall ushtrinë e mbrojtshme me të mbrojtë për atij problemi. Prandaj, nëse nuk e njeh Zotin, nëse nuk tenton me njoft se vazhdimësia është procesi i vazhdueshëm, tan konti që më mundu me kuptu krijimin e Zotit, çka ka kriju Zoti. Nëse këtë nuk e arrin, ti je i varfër, ti ke mu lokalizu vetëm në të mirat materialit të kësaj bote. Ato janë shumë pak. Janë shumë një rreth shumë i vogël. Nuk mundesh me dalë tutje më larg. Ato kanë me të bëjnë ndoshta me humb shpirtin. Pse kemi kushtuar rëndësi më tepër për asaj komponentës trupore, kënaqësisë të momentit, e këto dyja të bashkë shkojnë. Nëse don të shpirtin me pas si duhet, trupin e lën të shfrenuar, pa kontrolluar për komponentës shpirtërore, atë do të kesh probleme. Dalë një temë cilën e shoh sidomos në këtë kohë, obsesioni ose varësia. Nga çka? Në përgjithësi, jemi si shoqëri të varur, të obsesionuar, për shembull, të bën dëm shumë varësia në dashuri, të bën dëm shumë varësia në normale të ushqyerit, të bën dëm. Ndëgjoj, nëse veç një varësi nuk të bën dëm, dashuria ndaj krijuesit tonë. Çdo varësi tjetër duhet të jetë e kufizuar. Uji, kem nevojë për ujin, është shumë i domosdoshëm, është shumë i etik. Pa ujë s'mundesh me jetu pak ditë. Pa ushqim mundesh me jetu me 10 ditë, veç ujin nëse kemi mjaftueshëm. Po nëse teprohet, kemi pas probleme. Pin ujë shumë, ma shumë sa që ke nevojë, 6-7 litra ti kemi kaluar në hiponatremi, është një gjendje shumë e rrezikshme. Ushqimi, merr ushqim për nevojat e trupit. Mos kalon në një varësi, valla unë des me hangër që të ushqim. Jo bre, nuk des. Haja është sa ke nevojë për nevojat e trupit.
I dërguar i Zotit na mëson për një racion të ushqimit, thot 2-3 kafshat mjaftojnë për trup. Nëse do me tepru, mbushe 1/3 e lugtit të ushqim. 1/3 lehet lesh me marr frymë për ujë, ndërka që 1/3 lehet lesh me marr frymë lësh. 1/3 e lugtit është sa të man grusht i ushqim, sot nutricionistika e jep këtë këshill. Mirë po, nëse bën këtë praktik, ti do të më ushqysh shpesh nga pak. Pa e tepru. Hani, pini, mos e teproni. Me këtë ajet kuranor, mbas këtij ajeti kuranor ti mund të shkruaj libër. Shumë çka këtu përfshihet. Mos e teproni në asgjë. Unë thash përveç tentativa që t'i afrohemi krijuesit ton, aty kur nuk e tepron. Aty kur nuk e tepron, nëse je në visi si duhet. Po edhe aty nuk duhet me damtu, tash tek agjerimi, tek agjerimi, nuk duhet ta teprojnë. Se Zoti nuk i don ata që teprojnë. Ne jemi populli mesatarës. Po agjeroj ata shumë se prishë agjerimin në asnjë mënyrë, bash për spital. Jo, agjerimi është me të forcu. Agjerimi është me të dhënë shëndet. E sheh që po keqësohet gjendja, si e shafat, nëse i matë parametrat vital. Janë të u keqësu, duhet me prish agjerimin. Mos shkon në të ekstremin e djatë. Po jo as në atë ekstremin e majtë që disa emisione kumë përmend, po më dhejmë dorë as mu i me agjeru. Kjo sështë, Zoti s'mashtrohet. Zoti nuk mashtrohet, unë në mujë ty me të mashtru, po Zotin s'pojnë asnjë një me mashtru. Pra atë pra agjerim është problemit, po saqë. Po dalë të ushqimi, në fakt, sohar do të me ngrën gjatë ditës. Me nxes, qa do të me ngrën? Ndëgja, është mirë të shkojmë, mos e teprojmë në asgjë. Ushqimet nëse mirën shpesh nga pak, ne do të arrijmë efektin termik të ushqimit. Efekti termik të ushqimit është 10%, përgjegjës është 10% të energjisë dalëse. Në atë energji dalëse hyn metabolizmi bazal që është 70%, edhe koeficienti i aktivitetit fizik është 30%. 10% e këtyre dyja shkon në marrjen e ushqimit, zbërthimin, shpërndarjen, tretjen e këto në procese metabolike që shkon. Për këtë arsye preferohet ushqimi të mirë shpesh nga pak, mos të stëngë. Po thu shpesh nga pak, do për publikun, shpesh nga pak. Kur të 3 racione të plota, 2 deri 3 shujta, varësisht se çka nevojit. Tash këto racioni plot, e ki mëngjezin, jo më ul me angër gjysmë buke. Një gotë unë është me bërë një smoothie, diçka të lehtë që tretë të lehtë. Dhe të ketë karbohidrate komplekse, dhe të ketë proteina, pak i ndyrna, ajo është fenomenal e mirë. Po jo me anashkalu mëngjezin. Se ushqimi vetëm për trurin është sheqeri. Edhe tash shumë be na ka rastis me bë analizat gjakut. Pikërisht mëngjes sot shkopën nga analizat, pa hangër pa pi me pa nivelin e sheqerit sa ke në gjak. Për këtë arsye, ajo është niveli më i ulët. Prandaj duhet me dhënë ushqim truri. Shkon me proteina, për shkak se aty hyn insulina lirohet, ndihmon angazhohet te proteinat me bën një sintezë të tyre, e i jep kohë glukozës dhe ngadalë me shku më mbush depot e glukozës në organizëm, edhe të glikogenit. Për këtë arsye preferohet të shkon një kombinim i tillë. Po mirë është para mëngjesit të praktikojmë të pim 1 gotë, 2 gota ujë, çaj, një kompot të pa sheqer të shtuar. Kjo do të rregullon traktin, tretës, do të bën një hidratim të organizmit, hidratimi do t'i kushtojë rëndësi shumë. Mbi 50-55% një mesatare e trupit është ujë. Tek fëmijët shkon më shumë, shkon deri 70%. Tek sportistat shkon më shumë, tek femrat shkon më pak, për shkak se kanë masat e amore më tepër. Po hidratimi duhet të kushtojë rëndësi gjatë ditës, të mirë në sasi të vogël edhe shpesh. Ata do që zgjohen në 12 ditës, për shembull që humbin mëngjesin, ata kur s'do zgjohen, i duket mëngjes, po është gabim. Po ajo është një hap shumë i mirë drejt rëndimit të shëndetit tonë. Se ora e para ditës është kur metabolizmi në mënyrë natyrale është në vlerat më të larta. Kur bjen gjumë, ti e ke dhunu, e ke ngulfat këtë metabolizëm, edhe pak ushqime, mandej dreke, darke, ato që ka atë, ushqime sa të që tajtë shumë det, ato shëndrohet mas dhe amore. Edhe rritet, zvoglohet në realitet energjia dalëse, po e rritë energji në hyrëse, se kur që është ju rritur, dje dreka ti hanë ma shumë si sa një person.
Se troka e ndjenja uris, do më ngop vetën. Për këtë arsye mos marrë me rënë në ndikimin e ndjenjes së uris, preferohet shpesh nga pak. Jo qova në mëngjes, po e pi një kafe, kafja është diuretik. Ajo të ndikon në largimin e lançeve për organizmin. Organizmi ka nevojë me marrë lançe në mëngjes. Ka nevojë me rrit nivelin e sheqerit, ka nevojë me marrë ushqime me glukozë, proteina, e këto që sheqer, proteina. Pra nuk është e mirë kafja në mëngjes? Jo, asnjë mirë. Kafja mirët me rrit pak metabolizmin, me tonifiku pak sa organizmin. Leje për pasdite. Se metabolizmi yt në orët e pasdites do të fillon me ra, para mramjes veç bjen thujse bajegi nivel tult. Atëherë të vynë me marrë, me tonifiku, me ngrit pak pasdite kur po thuaj për nga ora 4 deri në ora 5. Deri në ora 5. Deri në ora 5. Kur dush prej 12 deri 5 kur dush pije. Po 5 e tutje nuk preferohet as çaj i zi, as çaj i gjelbër, as kafja të pijet, se gjitha këto kanë kafeinë. Kafeina e stimulon trurin dhe mund është mos me bëjë gjumë të rahatshëm. Edhe rriti diurezën dhe natën mund është me pas nevojë me urinu ma shpesh. Pijet energjike, dok? S'jam për to. Nuk jam për to mu përdor. Tash mos thonë tash nuk jam strikt. Mos të bëjmë tash mos të vështirësojmë. Jenë një udhtim, jenë të vozit, jenë një udhtim, apo të vynë e qenë shumë me i fresk. Ty të vynë një pije me pi, si ki kafe, si ki qaj, mund është me pi pa e të pru. Prapa e këto hanje pini ose të prani. Po mos bëhet shprehi, se pijet energjike, pijet e gazuara, do të ndikojnë në zbrazin e mineraleve prej eshtrave. Edhe në këtë mënyrë se praktikon koma gjatë, ato edhe shkaktojnë vazhshmëri për to, po dhe sigurisht kanë me të qunë në osteoporoz, demineralizim të eshtrave. Prandaj, sa kemi mundësi të shmangim, sa ma shumë njërë naturale të ushqemi, të hidratohemi. Ma e mira është me qaj, pa sheqer. Jo, me një qitë sheqer me basi shërbe baklave. Doke, në fakt një pyetje cilën zakonisht që ma bojnë, sidomos më ka pyet një shoqë për me të pyet, kur të rrim në këmbë shumë, për shembull kur të falmi dhe rrim në këmbë shumë, sidomos në terapie, ka pirje të këmbëve. Pse ndodh? Po ndëgjat, tash kur të rish me një vend kam shumë, tash sigurisht se edhe qarkullimi i gjakut është pak më i vështirësuar. Nëse udhtoj me aeroplan, apo rrim ulën një kohë, ne shohim se kemi mund pas të edema në pjesën e poshtë të këmbëve. Tash kur nëse ka problem me ato valvulat e venave që qarkullojnë gjakun në drejtim të zemrës, atëherë këto mund paksa të kollabojnë, të del langu jashtë dhe të kemi edhe të ajur. Ajo edem, ajo langu që del jashtë mund të bëjë presion madje edhe baresave nervore. Kjo mund të jetë. Po her pas here kur ti është nëse qëndron ashtë gjatë në terapi, inshallah, që ashtu falen gjatë, atëherë mirë është që në vete të bësh kontrahime të muskujve. Ato kontrahimet jo, tash me që me ka me lëviz, po kontrahimet izometrike, kur muskuli vete tonifikohet, po nuk lëviz. E kontrahon muskulin, e relakson. E kontrahon, e relakson. Ato do të shërbejnë si pomë, do të ndihmojnë mu shty gjaku vendas, ndihmojnë qarkullimin e gjaku drejt zemrës. Pra, dëmë shumë diçka nuk... Po ndëgjoj, nuk besoj që do të ketë problem, po tash... Sepse, po të pësë se kur nuk ke një huri, me ndonë që ke probleme diçka me trup. Jo, ndëgjoj, nuk ndodhë gjithmonë. Në rastit normale nuk ndodhë. Po tash kur të ndodhë, dhje që ki pak predispozitat e venat, unë është me pas pak predispozita, unë është pak me mbet gjaku ma tepër, mos me qarkullu si duhet, atë dalin langjet jashtë në inde për rreth, dhe ato mund me ba edhe ngacmim të baresave nervore. Kjo mund të që. Doke, si ti trajtojmë emocionet? Emocionet. Nëse kemi një harmoni mes komponentës shpirtërore dhe trupore, edhe emocionet mund të kontrollohen. Nuk duhet t'i shtypim. Emocion e ki frikën, e ki gëzimin, e ki hidhrimin, e ki zemrimin, që ta këto janë emocione. Po nëse nuk duhet në asnjë mënyrë që t'i shtypëm, se nëse i shtyp, ato në ndërdijen tonë, vetën tonë e kanë të ndiku. Mirë është që nëse ke emocione jo normale, formë zemrimit, mirë është të diskutojsh me njerëz, në dashamirë tu, e bën një shpërasje të andën. Me ata që ta dojnë të mirën,
ata kanë me të këshillu për mirë. Po edhe nëse s'mujnë me të këshillu kur gjë, ti ki mund ndihma i lehtësuar. Kushto e rëndësi ushqimit, largohet stresin. Tash te stresi, psikologët preferojnë meditim. Na e kemi namazin kundër stresit. Po tash ushqeu si duhet. Ushqeu si duhet. Nëse nuk ushqesh si duhet, ti kemi pas probleme të ndryshme. Mujnë me të lajmëru problemet e gjandës e tiroides, e cila mandej shkallë me çrregullime të raunave të zemrës, me ndrim të disponimit, me çrregullim të metabolizmit, rrëmje të metabolizmit, rritje të yndyrnave, zvogëlim të peristaltikës zorëve, probleme të shumta. Mandej, nëse marrim ushqime të yndyrshme me yndyrna shtazore, mund të ndikojnë në depozitimin jo normal të proteinave në sistemin nervor qendror, ku shkaktohet depresioni, demenca, Alzheimeri, Parkinsoni, problemet ndryshme mund të shkaktu. Tash pikërisht këtu agjërimi është ajo që e ndihmon largimin e këtyre pllakësave amiloide. Duhet të bëjë agjërim mbi 20 orë të paktën. Atëherë ajo ndihmon në zvogëlimin e saj. Nëse i kushtojmë rëndësi, marrim ushqime cilat në japin energji, nuk në ngarkojnë me kalorit jo të nevojshme. Nëse bëjmë aktivitetin fizik të rregullt, nuk do të kemë problem. Edhe nëse i kushtojmë rëndësi komponentët shpirtërore. Asnjë problem, shumë në dëgja, i stresi ka cilësh kemë, mirë po do të mund t'i menaxhojmë shumë mënyrë më të lehtë. A na vret të menduar e tepër? Bëhet çfarë mendimit, mendimet e errta sigurisht se na rëndojnë shumë emocionalisht, na ngarkojnë shumë, na japin stres, jo qetësi shpirtërore. Ndërkaq nëse ke mendim meditativ që është më herët, nuk të pengon. Po nëse ke mendim rreth ndonjë pune shkencore, s'ke pa e kry. Mirë po në gjithçka, edhe aty, siç thash më herët tek uji, mos të teprojmë në asgjë. Gjithmonë të marrë me një mas, me një mesatare, edhe mendimet. Të mundohemi të fokusohemi në mendime pozitive, jo negative. Sa ato negative të kanë marrë tu e trash një nga tjetër, tu e rrit probleme. Si kur ai topsi borës për bjeshkës, kur shohet ai vjet u rrit. Mirë po, nëse mirëmi me mendime pozitive, të kemi relaksim. E mirë është të dyjat mi diskutu me njerëz të shpirtit që ke dashamir tu, familjar tu, sa ta dojnë të mirët, edhe të zojnë për të mirë. Në falë, nëse ka probleme, që të kalojnë në një gjendje patologjike, atë gjithsesi do të kontaktu edhe me psikoanalistët, psikoterapeutët, edhe mu trajtu. Kujt i kërkon falje? Allah, krijuesit e, vetëm atij kërkoj falje. Mundohen kujt mos mi bë keq, nëse i kumba dikujt keq, sigurisht se pa veti e ka qenë, jo me qëllim, ata e din Zoti më së miri, mirë po falje pa ndërprerje kërkoj krijuesit. Se ne jem njerëz, ne gabojmë. Do të mundohemi që të mos bëjmë gabime. Ti zvoglojmë, se gabime do të bëjmë gjithmonë. Do të mundohemi mos t'i bëjmë me qëllim, dhe ti zvoglojmë sa më shumë që është e mundur. Shumë thjerë, duja tjetërit mina që shja do në vetës. Nëse kum pas rast, do ta tregoj tash këtë nga jeta, kështu privatësia. Në një shoqëri një person guci me një fjalë të randë. Kisha mundësi me njerë me ja kthy, ma randë. Në moment ku me ndu, që ka bëjnë nëse ja kthej këtë fjalë? Kur po bi halama por se aj, ja, e kom të i kalu. Dhe shumë ma mirë më di. Që që mirë është falë. Të bënë dikush keq, falë, s'ki nevoj ma akmarët. Është falë bëhat me zemër, po bëhat edhe për qëllime tjera. Kise i ke hinë hak, dikujt ta qëtë një shumë, thot pagumi që ka si më ke bëhat dëmë, e së është me zemër. A i po ta falë për pare, pja blem falë. Kër e falë me zemër, falë si përfiton ma shumë sa i falë. Edhe kër t'jep lëmosh, dora si për me është ma e fortë sa ajo e poshtëmja. Ajo që jep është ma e fortë sa ajo që merë. Ajo që falë është ma i fortë sa ajo që merë falë. Dhe ajo është një lloj sadake, po falë. Jep dikujt mosh, e falë një gabim që ta ka bë dikush, një dhrim që ta ka bë dikush. Falin njerëz të mëdhaj, trimat falin. I likështi nuk falë. A i knaqet me atë, likështia ti rritët në ato mendimet e arta, ato mendimet negative që ta. Inshallah si jem për ati grupë.
Do të puna e faljes, nëse e falim një person, Po, a do të vazhdojmë të rrimë me ta, apo vazhdojmë të largohemi nga ai, për shkak se po ndëgjoj tash ka ba një dëm. Ti e falë atë person. Nëse nuk të pengon me ndajt, të lidh punat, të lidhin këto, vazhdo. Tash më ranë me një tregimi Ebu Bekrit, kalifës parë. Në atë kohë, kur ka njeni, ky ka qenë miliarder i kohës, shumë i pasur. Edhe ju ka dhanë gjithve. Po njeni që ky i ka dhanë, kishte shpif për qikën e tij, Aishën. Edhe ky tash në vetë thotë, kur mas komentim. Po zbreta jeti kuranor. Që s'ban du të me falë, du të me ndihmu. Që që edhe këtu kam sim, edhe tek na du të me falë, na du të me ndihmu. Të ka ba një dëm, a i ke falë, po, a i ke falë me zemër, po. U harrua ajo që ka ndodhë. Ndihmohet nëse ti për të rastin. Ndihmohet se ti ki mund ngrit. Mos u hakmer, se nëse si ndihmohet ti hakmar. Në një farë mënyre, ke pas mundësi mi ba mirë, pas pi bëj Allah mirë, se ma ka ba një të keqe që ja kum falë. S'ka burë një. Ba një mirë, nuk keme humbë kur. çka dashuria? Po dashuria është kjo një emocion që Zoti ka beku njeriu ta ketë. Ai që dashuron, ai plotësohet, ai është plot. Dashuron, e kam fjalën tash, jo dashuri shumë fesht. Kur orientosh ashtu si duhet, e ke një fat të ëndit, orientosh te ai fatit, atë që ta ka përcaktuar Zoti, sa është diçka që është varur nga zgjedhja jote. Ai është përcaktimi i Zotit. Ai është një prej të dhënave që Zoti ja jep njeriu. Edhe tash, dashuria është kur e ndi mungesën e atij personi, kur i afër ty të plotëson, ndihesh rahat. Kupton, kjo të mendoj, pa i lanë anësh ato të filmave, kur ka i të qaj gitarja ime. Dashuria mes familjes, prindërve? Ajo është begatia Allahut, mëshira e Zotit. Në një familje që ka dashurin të ndërsjellët, ku ka rahatin ndërsjellët, atë është mëshira e Zotit. Ata i donë Zotit. Kemi një thani të dërguarit të Zotit, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Kur dikende do Zoti, thot Gjibrilit, unë e dua atë person. Gjibrili e mbjell atë dashuri tek engjujt. Ju tregon engjujve që këtë person e do Zoti. Engjujt e mbjellin atë dashuri tek njerëzit. Njerëzit e dojnë atë njeri. Dhe ke pa, thoj, ki shumë njerëz që të rrezaton fytyra e tij. Dhe thojnë, është njeri i mirë. Ka ardhur ajo prej dika, si ti se nja është njeri i mirë ajo. Po ty të ka ardhur ajo bindje prej dika që ajo është njeri i mirë. Kur në një familje ka rahati, ka harmoni, ajo është mëshira e Zotit. Ajo është një dhënë shumë e madhe e Zotit. Do të thënë, të gjithë janë në rregull si duhet, a Zoti i begaton me atë rahatin e ndërsjellët, me atë harmoninë e ndërsjellët. Bëhesh nervoz do? Unë, po që jo, shpesh. Jo pa shpesh, po di mu po edhe nervoz, po e kontrolloj vetë. Faktë mendoj që e kontrolloj vetë. Ku është ajo pjesa ku ti bëhesh nervoz në fakt? Po ndoshta kur s'të kuptojnë ase? Po jo, po ndoshta kur edhe ajo kur s'kuptojnë, kur e sheh që diçka s'është në rregull, mundohesh me sqaruar s'po të kuptojnë. Të shoh aty pak është e mundur se kupton që kjo kështu do të jetë. Më kupton. Mirë po, s'po di, nervoz. Pa kem arsye po bëha nervoz. Në komunikacion. Kemi shumë në komunikacion. Unë shpesh kur të udhtoj, kur të zbres në aeroport, prej atje derisa të vinë në shtëpi, më shi nervoza e ba. Po kaloj. Tash edhe nervozi, nëse të kishte qenë nervoza, s'kishte me qenë relaksimi. T'jep pak nervozitet, këta në relaksosh, një balans të e gjetë pes tyne. Pyetja e fundit, kur e kuptojmë që jemi pjek me të vërtet si persona? 3 gjëra ndoshta që na duhen që jemi të pjekët si persona. Po ndëgjë, unë mendoj që çdo person, kur e shef që ka përgjegjësi, e ndjen përgjegjësi ndaj familjarëve të vet, ndaj të afërmëve të vet, ndaj vetës së vet, ai veç e ka shenjat e pjekurisë. Momentin si teenager, pak prej tyre kanë atë
ndjeshmëri ndaj të tjerëve, përgjegjësi ndaj të tjerëve. Sa i mendoj që për veten e vet. Gjithë e kemi kaluar atë moshë, kemi menduar që veç krahbe pas pak shumë edhe me fluturu. Mirë po në momentin kur atëron, bjen tokë, fillon me ndi përgjegjësitë, fillon me ndi kualitetin tënd, punën tënde, jetën tënde, rëndësinë tënde, rëndësinë e rrethit, rëndësia jote në raport me familje, në raport me shoqëri, ti veç je i pjeku. Veç ke fillu tamam mundi, tamam burra, me ndi atë pjekurinë. Unë mendoj që kjo është, kur të fillon me ndi përgjegjësi ndaj tjerëve, je i pjeku. Se ajo është një nivel pajegi i lartë. Te kalon shumë çka, lën shumë çka anash, po përgjegjësi ndaj tjerëve. Se besimi në Zot është i mbjellën në natyrshmërinë e njeriu. Ti si ti në gjëra beson Zot. Çdo person e ka të mbjellën besimin në Zot. Pa marrë parasysh që disa lajmëron si agnostik, disa si ateist, çka po diun. Ai mrena e ka besimin në Zot. Po për çfarë qëllime manifeston ajo është punë e tij. Mirë po, besimi është i mbjellur. Përgjegjësia ndaj tjerëve vjen me kohë. Vjen me kohë. Të thash pyetjen e fundit, po sa dush, po e muhabet që e përmende burr. Burr e përmende, po më qenë burr në fakt. Kom pa shumë nëpër komente, nuk ka burr, kjo burr me 2 rrëja, me çka do të thotë me 2 rrëja? Çka do të thotë burr, dok? 3 gjëra që të bojnë më kanë burr. Po ndëgjë, burr është ai që është i sinqert, nuk rren, nuk mashtron. Din me fal, din me ndi tjetrin, din me ndihmu tjerë. Ajo është burr, ajo është burrni. Njeriu që bën nuk është i sinqert, që nuk e thotë të vërtetën, atë s'ka burrni. Unë e di prapë e lidhi me thënjet e Muhamedit alayhis salam, kur e pyet njëri do më kthy në Islam, po thotë kam qef mas femrave, kam qef mas alkoolit, kam qef këto. Thotë Muhamedi alayhis salam i thotë veç ti punë premtoma. Çka thotë veç mos më rraj. Veç gjithmonë të vërtetën thuma, edhe gjithçka në rregull do të jetë. Edhe ai thotë, "Uj, lehtë ka kjo punë." Edhe ja besoj që nuk e kur s'ka bëgë. Edhe tash do në shku në Bixhaz, thotë, nëse takona me profetin, unë vetë, aje kanën, a bënë e rajt, jo, bi thonë të vërtetën, qësh bi thonë, së është në rregull, apo në punë tjera, që e gjenë rrugën e drejtë. Prandaj, mendoj që tash jo veç mirë, burrna po flasim për burra, po edhe atë gratë, njeriu i sinqert është ai që nuk të mashtron. Kur i beson diçka, është shumë besnik. Amanetin ta kryen si duhet, nuk të tradhton, nuk të rren. Ky është burri burr, apo gruaja gru, njeriu i sinqert këtë duhet ta ketë. Për ndryshe, gjitha këto të çojnë humbje. Ti mendon që e mashtrova dikën dhe unë e fitova, jo bre s'ke fitu. Ndoshta që aty për aty materialisht diçka ke përfitu, po ti je i bindur që ti je ai humbsi. E atë që ke mashtru, ai është fituesi ndaj teje. Alkooli, Alkooli, janë 4 gjana, cilat mjekësia i një signifikante ka vërtetuar se dëmtojnë shëndetin. Alkooli, duhani, keq ushqyeshmëria dhe jeta fizikisht jo aktive. Këto janë burimi të gjitha smundjeve tjera. Alkooli, mëlçia e mashkullit e prodhon 1,5 gram enzim që e bën detoksifikimin e alkoolit. Tek femra prodhohet vetëm 1 gram. Kjo shpenzohet 1 gotë alkool në sepin, mas ki mbrojtje në organizëm. Është fjala për një mëlçi të shëndetshme, të padhjamosur. Përndryshe, ata që konsumojnë alkoolin, ata shpesh alkoolin e çojnë edhe me një meze të mirë edhe shtohet masa dhjamore. Kështu që aty dhjamos të mëlçia. Prodhohet edhe më pak enzim. Nuk ka qelizë në trup që alkoolin nuk e dëmton. Nuk ka probleme të alkooliqare që s'lidhen edhe me alkool. Qoftë natyrës sociale, qoftë natyrës personale ti, qoftë të komponentës shpirtërore, qoftë të komponentës trupore. Pse pije do? Po pije pse është pije dese, të bën me harru problemet e momentit, që kjo është ligështi. Ti duhet mu përballu me problemet. Do moni ligu pin? Jo, ndëgjë, po tash e fillon ndoshta si i ri prej Lazrim Lakut, për shoqëri, mu të regu pak si ma si ma në regull, edhe e fillon mbetet shprehi.
pse krijon bashkëmëri për alkool. E ndi pak vetën marrë rafsh, nuk ka bregore, është që gjithçka po shkon marrë rafsh, edhe vazhdojnë me ato që fatkeqësisht të shumë kalon në kronike. Ndërka që e mira të mirës është me shmang, se nuk mundesh mi të kalu problemet me alkohol. Problemin do të mu ballafaqu, me identifiku, me vlerësu, edhe me të kalu problemin. Atëherë je i fort. Alkoholi, kur që aty për aty e mbulon, po s'mundesh me të kalu problemin. Duhani, mbi 4.000 përbërës të damshëm i ka. Ma shumë se 100 kancerogen. Organizmi njeriut nuk është i dizajnum, nuk është i kriju me metabolizu as duhanin as alkoholin. Prandaj du të më shmang këto të këshia. Dok s'kom arrit me kuptu, në dohan shkruan dohani dëmton seriozisht shëndetin. Po të kish qenë ushqim, kjo ushqim dëmton shëndetin, nuk e haj. Po, a dohanin e pim. Po, pse? Po, unë mendoj që kjo është një shprehi. Ta shumë është interesant, unë në kontrolin që bëjmë, në qendrën tonë, të disa persona doan gjithë del që është i ndihshëm të mdohan. Edhe problemet shumë të që shkakton. Me bronje ektazi, me mos përmendim sa problem. Unë jam alergjik ndaj dohanit. Bravo. A tash kur bëjmë një marrëveshje me ata persona, hajde leve që 2 javë dohan. 1 javë, 2 javë, 3 javë, 1 muj. Kur e lajmë, mandej mas asaj kohë ata s'mund vetëm në vende ku pi dohani. Se vrejnë që për një po ndikon keq te ata persona. Çdo njeri është i ndihshëm, po disa janë shumë më të ndihshëm se disa tjerë. Prandaj një është me largu, nuk është s'ka as shihet, as shije nuk ka. Unë për veti, si ri, si gjithë të rrit, kom pas pi një kohë, jo të gjatë, mirë po kur ishëm vit 5 fakultetit mjekësisë, edhe bëjshëm një laringoskopi indirekte, mi pa telat e zërit. Kur e kom pa rënjën e gjuhës të duhan gjiu, edhe jo duhan gjiu, aty kom vendos që kur ma një duhan spi. Rënja e gjuhës është si kur a i lëmysh kum procka, e duhan gjiu. Te jo duhan gjiu është kitë pasër. Aty ma kom thanë njëtë se pjo, me më dhanë zoti jetë, 100 vite tjera, kur duhan spi. Se është diçka e keqe. është diçka edhe ndalume. Është çdo gjë, çdo sen, çdo ushqim, çdo lang, çka do qoftë që dëmton organizmin është ndaluar. Organizmin e ke amanet për krijuesit ta. Prandaj duhet me mbajt ashtu si duhet. Erdhëm edhe deri te fundi, nuk e di sa dush. Ne dy vazhdojmë edhe të ditët. Faleminderit shumë që gjete ku, edhe besoj që kemi jep mesazh të mirë për shikuesit. Ju falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi të jem mysafiri juaj, edhe mund t'ju them lirisht që shumë rahat ju ndi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Pra, shikues dashur, nga ky bashkëbisedim bashkë me mikun, doktorin Akron Rexhepi, kemi mësuar se mos jemi të varur, për shkak se varësia, se obsesioni është si pjesa e flakës, ku do që prek shkatërron. Kështu që ju ruajt Zoti çdo hap të jetës gjithmonë e thamë. Faleminderit edhe dy bashkëpunëtorëve të mi, Events Films and Set Music. Faleminderit çdo kujt, faleminderit edhe J.com, është një platformë online që i kemi një bashkëpunim me ta. Kështu që ju falenderoj edhe juve. Ju ruajt Zoti çdo hap të jetës.